Përshëndetje dhe mirë se gjem shikues të nderuar me emisionin e sonte në të cilin do ju prezantojmë, do ju informojmë, po pse jo edhe do flasim për atë se si po funksionon shtëpia e shëndetit Likove. Në këtë temë do na flasin të ftuarit tonë sonte në studion e emisionit Pro Vita, por përveç aktiviteteve të kësaj shtëpie të shëndetit në Likov, do flasim edhe për iniciativat, aktivitetet e fundit të mjekëve që punojnë dhe funksionojnë në kuadër të kësaj shtëpie, por gjithsesi pse jo edhe për problemet e telashet me cilat përballen mjekët dhe të punësuarit në këtë shtëpi të shëndetit. Për më gjerësisht normal juftoj që të qëndroni me emisionin ton Pro Vita, duke ju prezentuar domethënë drejtorin e shtëpisë shëndetit Likov, doktor Shkelqim Muslii, ndërimet e mia, dhe doktor Muhamet Selimin, përgjegjës i ndihmës së shpejtë pranë kësaj shtëpie të shëndetit në Likov. Mirë se erdhët të nderuar. Mirë se u gjetëm, faleminderit shumë për ftesën. Le të shkojmë me një urim të veçantë në adresë të motrave medicinale, me qenë se sot është dita botrore apo jo e motrave medicinale, edhe as ju si mjek, po as si drejtor, po as ne nuk mund të funksionojmë pa shërbimet dhe punën që e japin, domethënë, motrat medicinale. Pra një urim të veçantë për personelin mjekësor, sidomos për motrat që sot po e festojnë dhe shënojnë ditën botrore të tyre. Drejtor, po filloj me ju. Tash një vjet, nëse nuk gaboj, jeni drejtor i kësaj shtëpie të shëndetit Likov. Po. Si ju do e kishit vlerësuar, domethënë, gjendjen në të cilën punoni ju, po edhe mjekët, personeli mjekësor, shërbimet të cilat u ofroni pacientëve, qytetarëve, por mos të harrojmë të theksojmë se rreth mbi 30.000 banor apo jo jetojnë dhe marrin shërbimet në këtë shtëpi të shëndetit. Le të shkojmë me atë që ju doni në fillim të emisionit të theksoni për shikuesit. Atëherë, si fillim ju përshëndes edhe ju falenderoj shumë për ftesën. Falenderojmë gjithashtu edhe gjithë ato që na ndjekin dhe për t'i informuar edhe më saktë rreth shtëpisë shëndetit Likov se si funksionon dhe se si e menaxhojmë ne si institucion shëndetësor. Atëherë, shtëpia e shëndetit Likov funksionon me disa shërbime primare, pra duke filluar nga shërbimi kryesor që është shërbimi ndihmës së shpejtë, kujdestarisë dhe vizitave shtëpiake. Ky është një nga shërbimet të thoja më thelbësore, i cili shërben mbi 30.000 banorëve të komunës së Likovës, dhe mendoj se deri tani jemi munduar që këtë si shërbim ta menaxhojmë duke mos lejuar që të ketë edhe ankesa, po dhe duke i shërbyer të gjithë pacientëve. Shërbimi ndihmës shpejtë funksionon 24 orë. Për këtë shërbim kemi, mendoj se edhe ato autoambulancat të cilat i posedojmë janë në gjendje shumë funksionale. Kemi 4 autoambulanca, kemi 5 ekipe mjekësore të cilat e kryen këtë shërbim të ndihmës së shpejtë. Domethënë, këtë shërbim e mbulon një doktor, 2 motra medicinale dhe sigurisht shoferi i cili është një pjesë e këtij shërbimi. Do të ndalemi ne detajisht për gjitha këto shërbime, edhe për çështje tjera, sepse çdo shtëpi e shëndetit, paku këtu në rrethin tek ne funksionon me më tepër drejtime ose me më tepër, unë do them gjuhën e popullit, ordinanca, edhe për më tepër lloje të shërbimeve, qoftë psikolog, neurolog, dermatolog e kështu me radhë. Te ju nuk i kemi, po pse nuk i kemi, do dalim me vonë. Tani shohim doktor Muhameti, i cili është edhe përgjegjës i ndihmës së shpejtë dhe menaxhon këtë. Drejtori tha keni 5 ekipe, 4 ambulanca, punojnë 24 orë. Si ju e menaxhoni? A jeni të kënaqur me këto kushte rrethana dhe me këto ekipe të... Atëherë, përshëndetje edhe një herë nga unë. S'pari deshta të shpreh një mirënjohje për gjithë motrat medicinale për këtë ditë ndërkombëtare të tyre. Atëherë, ne si ndihmë shpejtë, siç tha edhe drejtori, i kemi 5 ekipe dhe me 4 autoambulanca dhe 2 vetura që kryejnë shërbimin e vizitave shtëpiake. Dhe në këto momente i kryejmë në mënyrë pa ndonjë problem, gjitha thirrje që na bëhen nga familjarë të ndryshëm për raste e tyre.
Përveç se mund të ceki munges të personelit, kemi nevojë për personel edhe më shumë. Mirë po presin të ardhmen të bëhen edhe punësime të reja, sepse kemi nevojë. Nuk mjafton vetëm 5 ekipe, sepse ne ata që jemi në ndihmë të shpejtë jemi edhe të vizitave dhe të shërbimit kujdestarik dhe angazhimi është pak më i madh. Dhe thirrjet që bëhen në ndihmë të shpejtë ka raste që të mirret një raport më i detajuar nga ana e familjarëve se çfarë rasti është, si është rasti, për të bërë një klasifikim të cilit të fillohet i pari për të shkuar në ndihmë e shpejtë. Rrekull. Drejtor, ndalim edhe një çik të ndihmë shpejt apo pak më vonë? Do kthehemi në vesh bisedë, domethënë e lirë, jemi këtu bashkë, do jemi 45-50 ndoshta edhe 1 orë, varësisht nga regjia sa na jep minutazh. Përmendet shërbimet të cilat u ofroni. Ti përmendni edhe një herë që më pas të ndalemi në atë se si funksionojnë këto, çfarë krejt u ofroni, edhe normal se pse ende, domethënë, një komunë e Cilikova nuk mund të ofron shërbime në shtëpinë e shëndetit më tepër ashtu siç janë domethënë në vendet e tjera, ata ose në shtëpia pse të mos themi kështu me radhë. Shtëpia e shëndetit Likov ka marrë atë statutin si shtëpi shëndeti në vitin 2018. Është një institucion pak a shumë i ri. Dhe e dim se specializimet që kryen, ato zjasin minimumi 4 vite dhe 6 vite. Kështu që për t'i siguru ne të gjitha shërbimet specialistike, na duhet edhe pak kohë vite, por rëndësi ka që ne jemi në atë rrugë. Pra e ardhmja e këtij institucionit sigurisht që ofron të gjitha shërbimet specialistike. Ne për momentin i kemi 3 specializantë, të cilët janë veç në vitin e dytë. Cilën fushë? Në fushën pediatrien, kemi mjekësinë e punës, edhe tani sapo kemi dërguar edhe një specializant të biokimi. Këto të 3 specializimet janë bërë edhe janë të nevojshme për institucionin shëndetësor, duke lidhur me shërbimin që i kemi veç aktualisht, pas shërbimi vaksinimit, që e lidh normal pediatrin dhe që lidhet edhe me pjesën e vaksinimit, dhe që ne kemi analizuar se çfarë shërbime i nevojiten si primare, si janë më të nevojshme për banorët e komunës. Keni ordinancën e stomatologjisë për fëmijët pastaj? Ajo funksionon duket edhe në orët e natës? Për raste urgjente apo si? Jo, nuk funksionon. Për momentin është vetëm për parashkollorët, pas shërbimit stomatologjik funksionon për normal për të gjithë ato fëmijë deri në moshën 14 vjeçare, por që jemi në procedura për ta zgjeruar këtë shërbim, për ta siguruar edhe shërbimin e urgjencës stomatologjike, e cila do të funksionojë gjatë natës, atëherë kur me vërtet kanë nevojë më shumë edhe pacientët. Problemi më i madh para 2 viteve, s'di kur isha edhe vetë, se ekipi Provitës din zakonisht del edhe në teren, të shef gjendjen faktike, tani fatkeqësisht edhe ne kemi apo jo terminet tona, kushtet tona, nuk arrit atë vit dhe të shoh se si funksionon. Problemi më i madh i qytetarëve dhe banorëve të Likovës në atë kohë kur isha, domethënë ishte mungesa e ginekologut. Po. Si është gjendja momentale. Doktor jeni me gjitha doktori përgjithshëm, mund të inkuadroni edhe ju mendimin e juaj, e ju vetëm si përgjegjës i ndihmës së shpejtë. Po, atëherë, sigurisht... Çfarë kjo do me thonë, do të thotë për banorët, kur e dim se çdo banor, çdo qytetar, sipas gjitha ligjeve në vende dhe Evropë dhe gjithë duhet t'i ketë shërbimet, sidomos ato primare, sa më afër ku jeton. Atëherë, me që e përmendi këtë kontrollet ginekologjike, të cilat janë sigurisht nevojshme si institucion shëndetësor, po duke pas parasysh se ne e thamë se mungojnë specializantët, Ministria e Shëndetësisë ka pasur një aktivitet para disa viteve, para 2-3 viteve, ku është bërë një organizim mobil i një ekipi prej ginekologëve në ambientet e shtëpisë shëndetit, dhe aty ka pas kontrole të shumta të banorëve të komunës Likovës, ku edhe mund të përmendim se janë hasur edhe disa pacientë me disa probleme të cilat janë kapur në fazën fillestare dhe që për fat mirë ato kanë vazhduar procesin e mjekimit dhe janë shëruar. Kështu që e kemi parë se është shumë e nevojshme
që të ketë edhe shërbime specialistike, sidomos kjo ginekologjike. Po mirë, eventualisht, doktor, jeni drejtor për momentin, çfarë po bëni që të avansoni, do me thonë, këto shërbime, të ofroni qytetarëve krejtë çka ata ka nevojë? Ne duke parë se normal procedurat ligjore që të presim një specializant për të kthyer dhe për ta ushtruar specializimin e tyre, duhet shumë vite. Kështu që kemi gjetur një mënyrë tjetër e cila normalisht duhet edhe një bashkëpunim pak më njerëzor, do thoja kështu, nga ana e specializantëve, të cilët veç janë më në punë dhe që janë me përvojë në për spitalet, si në spitalin shtetëror për në Shkup, ashtu edhe në Kumanov, duke e filluar një bashkëpunim dhe të bëjmë disa organizime javore, duke i për specializimet, dhe bëjmë shërbime specialistike si ginekologjike të interno, po dhe atyre tjerat, pa nefrologjike, që mendoj edhe kjo është e nevojshme, javore, të cilat do të bëhen një herë në javë. Dhe me këtë do t'i ofrojmë banorëve të komunës Likovës të paktën të kenë një shërbim specialistik tek i cili mund të vazhdojnë pastaj procedurat tjera të mjekimit. Doktor Muhamet, kthehemi tek kjo tani. Jeni mjek i përgjithshëm, me moshë jeni i ri, edhe nga ajo që e di edhe më thatë, po edhe çdo herë që kam vizituar komunën e Likovës, në fakt këtë shtëpi të shëndetit, jam takuar vetëm me mjek të ri. Nuk di, nuk mbaj mend, ndoshta ndonjë dikur para 5 viteve, 10-15, kanë qenë pak më të moshuar. Ca prej tyre ikin, nuk qëndrojnë aty. Si do i kishit komentuar ju këtë çështje? Kjo çështje pak është e dhimbshme, në përgjithësi në komunën Likovës ka numri i emigrimit është i madh, dhe ka edhe prej kolegëve që kanë shkuar në vendet e perëndimit. Ata kanë menduar për një të ardhme më të mirë të tyre, zgjidhja ka qenë e tyre. Jo qëndroni këtu, do qëndroni këtu, pavarësisht edhe nëse vazhdoni me specializim, do shkoni në specializim e kështu me radhë. Ashtu besojmë gjithë kolegët që jemi, aty qëllimi jonë është të krijojmë specializimet dhe të punësohen sa më shumë mjek, sepse ka nevojë shtëpia e shëndetit edhe për specializime, edhe për mjek më shumë. Në rregull. Shkojmë me atë për çka edhe jeni përgjegjës. 5 ekipe mjekësore, 4 autoambulanca, 2 vetura për këto zakonisht të për kthyrjen e viziteve shtëpiake dhe për laboratorinë, pjesën e laboratorisë për pacientët që janë të palëvizshëm dhe nuk mund të vinë deri tek laboratoria. Ne si shtëpi e shëndetit u kemi mundsu në shtëpi marrjen e gjakut dhe pastaj për rezultatet mundën në familja. Tani pak më detajisht na e sharoni si funksionon ndihma e shpejtë, cilat raste duhet të thrasin qytetarët, në cilat raste për shembull a ka raste kur i ktheni dhe nëse po pse i ktheni, çfarë krejt duhet dinë dhe sa thirrje i keni për shembull, si funksiononi? Ndihma e shpejtë Likovë për mbas statistikave që i kemi për një muaj sillet rreth 200-250 raste. Në ditë mund ndodh 4 ose 5 raste, edhe në mbrëmje gjithashtu. Me çdo thirrje, domethënë që bëhet nga ana e familjarëve, paraprakisht mirret një heteroanamnezë mjeku me personin e familjes se çfarë rasti është dhe e merr një mendim se ne i ndajmë si tipi i parë apo i diti si më i rrezikshëm apo nuk është më i rrezikshëm, një lloj klasifikimi e bëm. Ka pas raste që kanë thirrë, kemi pas thirrje që nuk është dashur të shkohet. Mirë po me telefonatën është sqaruar dhe kanë qenë gjithçka të kënaqur. Edhe pse shumica është që për çdo telefonat thuhet se jemi të gatshëm të shkojmë. Në cilat raste do të thotë dhe për çfarë më së shumti ju kërkojnë? Rastet i kemi të shumta duke filluar nga lëndimet traumatike, aksidentet rrugore, lëndimet gjatë orarit të punës, pastaj nga sëmundjet kronike që i kanë me frymarrjen, sëmundjet kardiovaskulare, apo sëmundjet neurologjike, si që në ataket apo goditje në trup,
Dhe mbas vlerësimit që e ban mjeku, shifet që nëse është për të transportuar për në spitalin e Kumanovës, që është më i afërtvi, dhe atje e bëjmë transportin. Pastaj nga aty shifet mjeku specialist na informon sepse a janë në rast se është për të transportuar për në klinikën e Shkupit. Në rast se ka autoambulancë e dërgon në Spitali Kumanovës, në rast se nuk ka, që kemi pasën raste që nuk ka pasën autoambulancë dhe jemi detyru të bëjmë transportin edhe deri tek klinika e Shkupit Nën Tereza. A keni raste kur pacientët marrin vetë familjarin dhe takoheni dikun mes, që të mos humbet kohë? A ka raste dhe të tjera? Ka pasën edhe si raste, kemi qenë rast diku tjetër, dhe ndërkohë është telefonu dhe na kanë lajmëruar që ka rasti nga ana tjetër e komunës, dhe rrugës jemi taku dhe aty është bërë, domethënë, kontrollimi i pacientit është konstatuar nga mjeku sepse a është për të dërguar në spital apo për të trajtuar vetëm në ambulantën tonë. Në temën e njëjtë, sa i përket bashkëpunimit me Spitalin e Kumanovës dhe klinikat në Shkup, si funksionon në ndihma e shpejtë? Keni raste kur eventualisht mund të gjeni zgjidhje, si ja bëni, si funksiononi, ku janë telashet më të mëdha? Bashkëpunimi sidomos me Spitalin e Kumanovës dhe me shtëpinë e Shëtit e Kumanovës është shumë për momentin është shumë i mirë, është i hapur për çfarëdo vështirësie që ato kanë pasur ose ne kemi shkëmbyer ato interesat tona vetëm me qëllim që t'i ofrojmë pacientëve shërbimin e duhur. Nuk ka pas deri tani ndonjë ngecje në bashkëpunim mes institucioneve shëndetësore këtu. Po eventualisht mos marrëveshje se ka raste kur apo jo, nuk din mjeku ose nuk mundet me vendos në Kumanov spitalin apo në klinikat Shkup kur ka ndonjë rast, si janë këto raste? Si menaxhoni këto, se nëse i pyesim pacientët, besojmë që për çdo institucion shëndetësor mund gjejnë vërejtje. Obligimi i çdo ekipe mjekësore të cilat ndodhen në kësi raste ka për detyrë domethënë që të gjejë alternativën më të mirë edhe më të shpejtë për atë pacient i cili është në gjendje. Sigurisht komunikohet menjëherë edhe klinika qendrore në Shkup, gjendit mundohemi të gjejmë një zgjidhje sa më shpejt transportimin e atij pacienti dhe vazhdimin e mjekimit më të qeshëm të tij. Po nuk ka ndonjë vështirësi ose ndonjë problem, kështu që të ketë ngecje diçka. Gjendet zgjidhje shumë shpejt, sepse prioritet sigurisht është pacienti dhe çdo herë. Atëherë kthehemi edhe një herë tek banorët. Këtu kemi edhe fshatra për rreth. Gjitha ato fshatra për rreth marrin shërbimet mjekësore në shtëpinë e Shëndetit. Edhe këtu vazhdoni ju? Po, atëherë problemi është pak më shumë për vendet malore, po janë fshatrat malore. Sidomos Stinën e Dimrit apo? Po, sigurisht aty është edhe shërbimi rural, si organizoni? Po, sigurisht për shkak të edhe mungesës personelit, nuk kemi mund që të zgjerohemi shumë dhe të bëjmë një ekip në vete që të mirret vetëm në atë pjesë të rurale. Kështu që e kemi bërë një organizim bashkë me doktorin që së shpejti të fillojmë se nga java tjetër me një herë në javë të vizitohen të gjitha ato fshatra, edhe të ofrohet shërbim mjekësor edhe atje, sepse distanca është e madhe, nuk është edhe e vogël, dhe në këtë mënyrë edhe ato ta kenë atë shërbimin mjekësor aty ku janë. Atëherë, nëse ju i vizitoni ata, çfarë shërbime doktor mund të jepni përveç një kontroll ndoshta gjakut të si do funksiononi? Përveç kontrollës çka u ofroni? Për shka është thatë për javës së ardhshme, domethënë mirë kishte me qenë vija seriozisht bashkë me ju. Po, do të organizohemi, po. Për aktivitetin që thot drejtori, bëhen kontrolla sistematike, një pasqyrje gjakut, një matje e tensionit, sheqerit, i ndyrës dhe një këshill nëse është nevoja për të bërë kontrolla më të detajuara. Mbas të anamnezës, ma mërmendja. Mbas të anamnezës, mirë po kemi pas edhe thirrje rasteve urgjente në vende malore. Së fundmi ka qenë në fshatin Runic, edhe për shkak të vështirësive infrastrukturore
ka qenë pak e vështirë kryerja e një transporti për shkak të marrjes së kohës, minutazhës, sepse për fat mirë nuk kemi pasur rast tjetër thirrje, po e kemi kryer dhe e kemi menaxhuar në mënyrë sa më të mirë. Drejtor, ende në këtë drejtim, sa i përket vendeve rurale? Po, sigurisht edhe ndese ekipet mjekësore janë të pajisura, autoambulanca që shkon aty, edhe në rast se nevoja të ndonjë mjekimi, ndonjë në vazhdim aty janë normalisht edhe mund ta ofrojnë këtë shërbim. Qëllimi është që sa janë të informuar, po, ta kenë ta marrin mjekimin. Keni shërbime edhe në shtëpi. Do me thënë, vizitoni, ajo i bie vizitë shtëpiake që hynë në kuadër të ndihmës së shpejtë të shtëpisë shëndetit. Po. Në cilat raste mund të juftojnë, cilat raste shkonin, cilat raste do shta nuk dohet, si ju atje në Likov e keni organizuar këtë, sepse ne gjithë e dim se si duhet funksionon dhe cilat janë ligjet, do me thënë, protokollet që duhet i zbaton edhe një shtëpi e shëndetit, pavarësisht se në cilën komunë. Vizitet shtëpiake... Por sa banorët, sa qytetarët janë të informuar se mund të shfrytëzojnë këto shërbime dhe në fakt sa u dilni akësh, sa shkoni dhe i vizitoni? Vizitet shtëpiake, dhe me thonë, kryen në këtë mënyrë, kontrola që i kanë kryer tek specialisti dhe me një raport të specialistit për një terapi të vazhdueshme për 5 ditë apo një javë, me atë raport vinë tek shtëpia e shëndetit dhe paraqesin vizitën një herë apo dy herë në ditë në varet si e ka dhe raporti lexohet nga mjeku, shifet nëse ka raste specialisti e shënon që duhet të matet tensioni i gjakut çdo herë para dhënies së terapisë. Atëherë ekipi punues e kryen obligimin e tij për matjen dhe kryhet vizita për aq ditë sa e ka të caktuar. A ka raste kur për shembull me të vërtet nuk mbrini të shkoni, sepse megjithatë jeni 5 ekipe? Vizitat shtëpiake i mbulojnë të gjithë që paraqiten, edhe pse jemi të ngarkuar, po mundohemi ta kryejmë sa më mirë obligimin tonë që e kemi. Vështirësi në këtë pjesë po lidhen pak me këtë. Vështirësi në këtë pjesë ka vetëm gjatë sezonave kur na vinë edhe mërgjimtarët, atëherë fluksi i pacientëve është 2 fish ose i 3 fishuar, atëherë pak bëhet vështirë. Nga çka më tepër mërgjimtarët tanë kur vinë, kërkojnë ose lëngojnë ose viruset janë zakonshme edhe që fluksi i pacientëve atëherë është goxha i madh, pastaj ndryshimi i klimës ato vinë nga. E si e zgjidhni këtë problem kur rritet numri? Me një ritëm pune pak më të angazhuar, pak më të fortë dhe zgjidhet. Prapë është e menaxhueshme edhe kjo pjesë, edhe pse ekipet mjekësore goxha janë në ngarkesë pune, po përsëri nuk dorëzohen dhe kryjnë punën. Kuadrin e keni kryesisht të ri. Kjo ishte unë si drejtor, sapo fillova para një viti. Ajo që më pëlqej edhe që ishte ajo pasjyra e parë ishte se kuadri ishte i gjithë i ri, domethënë. Dhe me të vërtetë ja vlente që të përkushtohem seriozisht në menaxhimin e atij institucioni, duke i siguruar aty personelit të gjitha kushtet e punës si fillim, ato kushtet infrastrukturore të brendshme, një ambient pune më komod që të jetë më i përshtatshëm për ato njerëz. Në këtë mënyrë duhet të jetë edhe motivues vendi i punës, si për normal për të gjithë personelin, sepse aty do të punojnë ndoshta për gjithë jetën. Dhe kjo është arsyeja që ne duhet të bëjmë si menaxherët e institucioneve, duhet të bëjmë maksimumin që t'i mbajmë ato mjek që ta mendojnë të ardhmen e tyre dhe ushtrimin e profesionit deri në pension aty. Dhe jo të ikin jashtë apo të ikin nëpër institucione tjera. Po. Nuk di tani funksionon ndonjë edhe keni përfunduar fazën e ndërtimit të katit të dytë, sepse me të vërtet tash mos ta arsyetoj shumë shpejt nuk kam qenë dhe nuk e kam parë. E di se kanë filluar moti, por nuk di a kanë përfunduar. Dhe çka kur përfundon? Çka krejt pastaj do të ndryshon në këtë shtëpi të shëndetit? Cili është plani juaj për të funksionuar më vonë?
Sigurisht kjo brenda këtij vitit e analizuam gjithë institucionet se çka duhet bëjmë, se si duhet të fillojmë punën. Edhe ajo që ishte e nevojshme ishte lirimi i hapësirave të katit të parë dhe normal kati i dytë ishte deri dikun i përfunduar si strukturë, por që kishte nevojë edhe për fazën e tretë të renovimit, pa pajisjes së të gjitha dhomave me imobilim. Dhe e siguruam nëpërmjet kontakteve të vazhdueshme me shoqata të ndryshme, duke ne si fillim këtë mos ta harrojmë, e përgatitëm të gjitha ato projekte të cilat i duhen shtëpisë shëndetit. Dhe pastaj filluam kontaktet tona me shoqatat, me ambasadat, duke i kërkuar mbështetje në këtë aspekt. Kështu që e fituam një donacion, diku rreth 15.000 euro dhe e realizuam mobilimin e katit dytë, që tani më është funksional dhe i gjithë personeli administrativ është i vendosur në katin e dytë, edhe disa shërbime mjekësore, pra kemi edhe një filial të fondit shëndetësor, i cili është aty funksionon, edhe shërbimi i patronazhit. Tani jemi shumë komod në punë, edhe po e projektojmë, do të thoya, ose po e mendojmë edhe renovimin e katit të parë tash, të cilin e kemi bërë një projekt që mendoj se së shpejti do të fillojmë edhe me renovimin e katit të parë. Përmendet vizitat edhe kontrollimet e patronazhit. Sa banorët e asaj ane, domethënë ose anës së juaj, anës së Lëkovës, i shfrytëzojnë këto shërbime, sepse është mirë apo jo, pas një lindje të një foshnje të vjen pediatri në shtëpi ose motrat, varësisht se si do organizoni ju, se ne këtu i kemi ato, apo jo pak më ndryshe është në qytet, në krye qytete kështu me radhë. Sa i përdorin, sa i shfrytëzojnë këto shërbime, edhe a janë të informuara nënat, gratë shtatzëne, lehonet për një shërbim të këtij? A i shfrytëzojnë në fakt? Realisht ekipi i patronazhit është funksional. Edhe janë në teren, edhe i kryen atë shërbimin e tyre, po këtu duhet të theksoj se ka pas edhe raste që janë refuzuar nga familjarët, duke mos ditur edhe rëndësinë e këtij shërbimi. Atëherë na informoni tani ju, po dhe ju jeni mjek, pse jo, rëndësinë e këtij shërbimi, për cilën thatë se ka raste kur edhe i kanë refuzuar, se ndoshta nuk kanë qenë të informuar dhe nuk e dinë arsyen pse i viziton, kur e dim se një grua leone, domethënë ka nevojë për këshilla. Po pastaj edhe pse jo, edhe për kujdesjen e foshnjës, kemi raste kur guxojmë ta lajmë, kur thënë jo. Domethënë janë ca gjëra për cilat ndoshta po jeni mjek, që ju jeni stomatolog, po megjithatë kemi edhe mjekun këtu, po mund që të dy të futeni. Sigurisht është një nga shërbimet e para, domethënë që i duhet një nënë edhe një fëmijë të sapo lindur, duke i shpjeguar të gjitha metodat ose etapat e më të qeshme, si nga ushqyerja edhe gjithdhënia, problemet me gjithdhënia, rëndësia e... Po sigurisht atëherë fillon edhe ajo programi i vaksinimit. Edhe për ata duhet informohen se sa rëndësi ka dhënia e vaksinave, se sa ndihmon në zhvillimin e atij fëmije. Mendoj se është funksional si shërbim dhe që banorët duhet patjetër të përgjigjen pozitivisht. Çdo familjar që e merr një telefonat nga shërbimi i patronazhit duhet patjetër të përgjigjet pozitivisht, sepse është në interes të tyre. Doktor Muhamet, për momentin, është e vërtetë, domethënë ju jeni përgjegjës i ndihmës së shpejtë, po ju jeni edhe mjek, apo jo, besoj që jeni edhe kujdestar, kontrolloni pacient, cilat janë të lashet më të shpeshta të banorëve që vinë dhe kërkojnë ndihmë në shtëpinë e shëndetit. E kjo për momentin, kur e dim që domethënë është sezona alergjive, kur e dim që fëmijët mund vinë, dalin jashtë, domethënë janë më aktiv, gjithë ne jemi në një farë mënyre më aktiv. Gjatë punës që kryjmë në shërbimin kujdestarik, zakonisht siç e cekët janë edhe sëmundjet alergjike. Mirë, po më të shpeshta kisha thënë janë sëmundjet kronike, pacient me sëmundje kronike, me bronhite kronik, obstruksion, me hipertension të lartë, me sëmundje të diabetit, me hipoglikemi apo hiperglikemi. Zakonisht janë me ftohje të zakonshme këto raste janë.
Këto janë si zakonisht datëm në këtë sezon ose këtë kohë të vitit. Shkojmë me aktivitetet e fundit. Ajo që më la për shtypje është edhe vizita juaj në shkolla. Takuat nxënës, folët për mjaft tema të rëndësishme, pastaj patët edhe shënuat javën e vaksinimit, edhe një sër aktivitetesh tjera të cilat edhe për cilat apo jo u informova edhe nga rrjetet sociale, të cilat vetë ju si shtëpi e shëndetit i keni publikuar në faqen e juaj. Të shkojmë fillimisht me vaksinimin. Si përfundoi kjo javë? Si ju do e kishit vlerësuar, domethënë, interesimin e banorëve të komunës së Likovës, vaksinohen apo jo, i vaksinojnë fëmijët me kohë, ngurojnë apo jo, edhe më pas edhe ju si doktor për rëndësinë e vaksinimit të rregullt, sidomos të atyre vakcinave që janë në kalendarin vjetor dhe të obligueshme. Normal, shtëpia e shëndetit nuk e ka vetëm për obligim që të shërbej vetëm brenda institucionit. Pra, detyra jonë është edhe të ndikojmë, edhe të informojmë, edhe nxënësit apo edhe fëmijët nëpër shkolla për të gjithë për rëndësinë e shëndetit të tyre. Një nga aktivitetet të cilat bashkë me doktorin Muhametin e kemi menduar se është shumë i rëndësishëm është klasat e 9-ta, organizimi i një aktiviteti që është vetit negative të drogës, alkoolit dhe duhanit, që mendoj si duhet si informacion për të informuar rreth problemeve. A besoni që kemi haruar dhe moti s'kam dëgjuar temat që kanë të bëjnë, a që janë kaq të rëndësishme, domethënë, ndoshta edhe unë personalisht që me vite, ose mos them edhe dekada, po ashtu është që mbaj këtë emision sikur është haruar, domethënë, ky problem, a ekziston? Tani vjen mirë që edhe këtë temë ju rastisht tash juftova sot në emision se jashtëzakonisht është punë e mirë dhe sa do e praktikoni më shpesh. Këtë aktivitet, domethënë, unë si përgjegjës prej herës parë, domethënë para 3 viteve, duke parë një gjendje jo të mirë tek të rinjt, e kam pa të arsyeshme së bashku me kolegët dhe me mbështetje të drejtorit të organizohet një ligjerat me lidhe me përdorimin e substancave narkotike për dëmet që shkaktohen në organizëm, në shoqëri, po edhe për jetën e tyre dhe familjen e tyre. Dhe e kemi parë të arsyeshme që klasët e 9-ta, një para përgatitje për në shkollë të mesme, të kenë një njohuri për drogën, alkoholin dhe duhanin për rreziqet e tyre që mund të shkaktojnë në organizmin e tyre. Dhe kemi pas mirë kuptim dhe mikpritje të mirë edhe nga gjitha shkollat e komunës Likovës dhe besoj që ky aktivitet nuk do të ndërpritet asnjëherë, pavarësisht rrethonave, besoj që është a ishte interesimi i nxënësve në nivel aq sa e keni pritur? Interesimi ka qenë shumë i mirë dhe nivel nga kemi pas përkrahje prej të gjithëve. Edhe një temë tjetër, sidomos për të rinjt, a do e kishit bërë edhe një aktivitet të këtij kur kemi të bëjmë me pirjen e duhanit, nargilen dhe duhanit llojet e ndryshme tani që mund t'i pim çdo kohë ato. Sa janë dëmshme, a keni shpjeguar? Shkurt na spaku edhe këtë pjesë na e sqaroni. E kemi shpjeguar te klasat e 9-ta, edhe pse në plan kemi edhe tek shkolla e mesme gjimnazi që është në fshatin Likov, të zhvillohet edhe aty ky lloj ligjërate, sado pak me ndikon në drejtësinë e tyre për mos të marrin rrugë të gabuar, se është për të mirën tonë. Kthehemi tani tek vaksinimi. Sa banorët e komunës së Likovës janë të rregullt, i vaksinojnë fëmijët, ka raste apo jo kur ngurojnë, çfarë bëni ju si profesionist këtë drejtim, këshillat e juaja se kemi një kategori të qytetarëve, jo vetëm
Tani ju jeni këtu, po ju pyesim për, do me thënë, për komunën e Likovës, edhe këtu, do me thënë, edhe në vendet qytetet tjera, kemi një kategori të caktuar të qytetarëve se janë, do me thënë, kundër vaksinimit, sa ju po bëni këtë drejtim dhe vallë si qëndron puna andej. Shërbimi i vaksinimit atëherë funksionon tani me 2 ekipe, sepse ishte e nevojshme të bëhen 2 ekipe të vaksinimit, një ekip i cili merret me fëmijë deri në 6 vjeç, për nga 0 deri në 6 vjeç, ku përveç vaksinimit bëhen edhe kontrollet sistematike të atyre të fëmijëve, përcjellja e gjendjes së tyre fizike, pra, që është shumë e rëndësishme për të pasur një evidencë edhe për të ardhmen. Edhe ekipi tjetër, i cili merret me të fëmijët pastaj nga mosha 6 vjeç deri në moshën 17 vjeç, pra deri në shkollë mesme, ku bëhen edhe kontrolle sistematike pra gjendja e tyre fizike, se si është dhe evidentimi i problemeve në rast se ka, pastaj përcillet e mjeku am dhe vazhdohet procedura e mjekimit më tej. Pra kjo është një pjesë, një shërbim që realisht nuk ishte praktikuar, po nga janari kemi filluar si për ta praktikuar sepse ishte shumë e nevojshme. I vaksinoni qytetarët edhe me vaksinat kundër gripit? Ka interesim, jo? Çfarë bëni ju si mjek? Cilat janë statistikat ose thënë saktë informacionet nga jo pjesë e vendit? Ne si shtëpi shëndeti sigurisht gjatë çdo sezoni gripale ne i sigurojmë vaksinat dhe informojmë banorët e komunës se vaksinën e gripit sezonale mund ta marrin te na, po numri është i vogël, nuk është shumë numri i madh. Nuk e di. Ne kemi tani edhe vaksinën kundër HPV-s, e cila mendoj se tashmë edhe është e obligueshme. Sa të rinj dhe të rejat në komunën e Likovës vaksinohen me këtë vaksinë? Për momentin me shërbimin e vaksinimit me HPV nuk e kemi praktikuar, për shkak se është edhe shërbimi i vaksinimit qendror që është në Kumanov të qendra shëndetit publik dhe ato e sigurojnë këtë. Para ne merremi me këtë pjesën primare, pra ato që është më obligative për këtë pjesë. Tani doktor juve pak, na i tregoni rëndësinë pse duhet të vaksinohemi, në cilat raste dhe ku është benefiti nga vaksinimi me kohë i rregullt i fëmijëve dhe në cilat raste për shembull nuk mund t'i vaksinojnë fëmijët. Rëndësia, dhe me thonë, e vaksinimit, dhe me kuptohet që është për të ngritë imunitetin në organizëm dhe kësha apelu të gjithë qytetarët e komunës së Likovës që të mos ta neglizhojnë kalendarin e marrjes së vaksinave, të bëhen kontrollet dhe ata që janë me ndonjë grip apo ndonjë sëmundje të lehtë të shtyhet të orarimi, po kjo tjetë në plan program zbashku me doktorët që janë në vaksinim dhe mos të neglizhojnë, sepse vaksina mbron organizmin e njeriut, zakonisht tek fëmijët, për shembull fruthi, apo është e rrezikshme dhe nëpër qerdhe, pastaj mund të psoj dëme më të rënda një fëmijë vaksinuar në krahasim për një fëmijë të pavaksinuar. Dhe kjo është ajo që duhet të mos neglizhohet marrja e vaksinave. Pastaj vaksina kundër gripit, zakonisht personat që janë me sëmundje kronike të mushkërive, është mirë që të marrin të gjithë vaksinën, sepse është më e lehtë, më e mirë për të kaluar një grip apo një ftohje të zakonshme. Dhat apo jo numër të mjaftueshëm të konsiderueshëm të vaksinës? Tash më veç gripi kaloi, po si ishte? Për gripin ishte interesimi apo jo në mjaftueshëm? Mjaftueshëm? Ka qenë interesim. Cilat raste më tepër ishin? Më të moshuarit apo ata me sëmundje kronike? Më të moshuarit, po jo aqsa jo i kënaqshëm. Rregull, drejtor, shkojmë tani edhe tek kjo. Kur shoh që keni mjaft të aktivitete, sa po koncentroheni në informimin sa më të detajzuar për
banorët asaj ane, dhe me thonë, sa i përket rëndësisë së vaksinimit? Atër, ne kemi edhe webfaqen tani më edhe webfaqen e institucionit shëndetësor, po edhe rrjetet sociale për të informuar vazhdimisht. Pra, gjatë çdo sezone gripale, virusale, ne i informojmë edhe nëpërmjet rrjeteve sociale që i kemi. Tani, ne sigurisht detyra jonë është informimi i banorëve se kjo është periudha kur mund të merret vaksina. Pastaj ne dim se vaksinimi nuk është i obligueshëm, ato vinë me vullnetarisht. Po, për gripin, po, nuk është i obligueshëm. Ndërsa për këtë pjesën e vaksinimit të rregullt të fëmijëve, deri tani me kontakte që i kemi pas, edhe mbledhjet që i kemi vazhdimisht me ekipin e vaksinimit, e kemi vërejtë se vaksinimi është i rregullt, pra ka me raste shtyrje të marrjes së dozës vaksinës, po është realizuar edhe ajo. Ekipi i vaksinimit pa i mjekëve kontakton vazhdimisht me to dhe i lëjnë takimet për kur kemi të bëjmë me banorët e vendeve malore, si ja bëni kur kemi të bëjmë me vaksinimin e fëmijëve? Ka ndonjë plan, keni ndonjë protokoll sipas cilit funksiononi? Si ja bëni, doktor? Zakonisht për ato vinë në mënyrë të organizuar vetë te shtëpia e shëndetit Likov. Pra ne nuk e kemi akoma atë kapacitetin e mjaftueshëm të personelit që të shkojmë edhe në për shtëpia të bëhet vaksinimi ose në për shkolla, por që me këtë mënyrë, pra duke ofruar normalisht vaksinimin aty në shtëpinë e shëndetit, nuk ka problem. Pra edhe ato vaksinohen vinë, edhe pse vendet ato fshatrat malore kanë një numër shumë të vogël të banorëve. Rregull, në aspekt të vaksinimit po i përmbyllim? Po. Me atë që besoj që apel do i bëni gjithëve se duhet të vaksinohen, apo jo. Shkojmë me një aktivitet tjetër në vaksinë. Që realizuam, po. Po, urdhani, çfarë aktiviteti pat? Edhe ajo do me thonë la për shtypje, po ju jeni këtu për të na informuar, doktor, dhe për të na i dhënë detajet, apo jo? Se nuk është une, do me thonë, mirë, ku t'ua shpjegoj, po më mirë është, do me thonë, na tregoni ju se çfarë krejt bot. Atër Ministria e Shëndetësisë në çdo fillim vit paraqet të gjitha programet shëndetësore, të cilat i takojnë pastaj shtëpive shëndetit për t'i realizuar në për zonat e tyre. Kështu që ne, duke qenë sigurisht evident të çdo programe dhe të çdo aktiviteti të Ministrisë së Shëndetësisë, ne i marrim ato programe dhe i aplikojmë në komunën Likovës. Pra, dhe ky është një aktivitet shëndeti për të gjithë, i cili realizohet në të gjithë fshatrat e komunës, dhe ne kemi organizuar në të gjithë kjo aktivitet të ushtrohet në çdo datë në ditët botërore të shëndetit që janë, secila pra brenda vitit organizohen 6 aktivitete në komunën Likovës. Para 2 javë ishte radha e fshatit Llojan dhe fshatit Vaksinës ky aktivitet. Kishte një numër goxha të madh të interesuarish, i cilët ishin. Çka ofruat në këtë aktivitet? Cilat janë ato informacione që dhe na i sillni sonte në Provita? Po, gjatë këtij aktiviteti sigurisht ato realizohen ato analizat, po themi ato kontrollet rutinë, pra matja e tensionit, sheqerit, po diabetit, edhe sugjerimet të cilat edhe ne i japim të gjithë pacientëve. Prandaj kemi bërë edhe këto broshurat e dorës me informacione të detajuara. Po, secilit pacient që vjen, që këshilla për diabetin, këshilla për një zemër të shëndetshme, kujdesu për zemrën tënde sot, për një nesër më të mirë. Doktor, urdhani, vazhdoni ju, tani si doktor, çfarë u ofruat edhe çfarë rezultate morët? Sa ishte i suksesshëm ky aktivitet? Ky aktivitet duke... Sa veta, keni ndonjë statistikë nëse jo kështu sakt, sa vetë, me thënë, rastësisht, do me thënë, kanë zbuluar dhe tani me kohë mund të fillojnë trajtimin e tyre, qoftë smundjet zemrës, qoftë problem me sheqer, me shtypje, kështu me radhë. Do me thonë, për vitin 2025, aktiviteti shëndet për të gjithë ende nuk është mbaru në gjithë komunën e Likovës, përveç se në gjysmë, do me thonë, jemi në këtë vit, po për të krahasuar, do me thonë, me vitin e kaluar që është kryer i gjithë 6 aktivitetet, interesimi ka qenë shumë i mirë
dhe sugjerimet nga ona e mjekëve dhe këshillat që janë dhënë gjatë kontrollit apo ndonjë zbulimi të sheqerit apo ngritjes së tensionit të gjakut, është dhënë këshill që të mbahet një kontroll më detajuar, të kryen analizat e gjakut dhe të bëj kontroll dhe mos të neglizhoj çdo ngritje të tyre, qoftë sheqerit apo tensionit të gjakut. Patët pacient ose qytetar të cilët për herë të parë ndoshta e mësuan aty për aty se kanë ndonjë problem? Zakonisht pjesa më e madhe kanë qenë vetëm ata që kanë probleme të diagnostikuar, edhe pse një pjesë mjaftueshme ishte që kanë pas me ngritje të lehtë të hipertensionit dhe me këshillat e dhëna nga mjekët, është dhënë që të bëhet një pasqyrë e gjakut. 7 këshilla për një zemër të shëndetshme, jeni doktor, cilat ishin ato? Mos t'i lexoj unë tani. Ju duhet broshura, jo, i di. Shumë bukur, me të vërtet. Këto do i baj këto broshura, do dalin temat të tjera. Do më thonë, pika e parë, për një zemër të shëndetshme duhet të kemi një tension të gjakut të mirë, një ushqim që jetë pa yndyrë dhe pa sheqer, të kemi aktivitete sportive dhe kontrolla sa më të shpeshta, sidomos prej fillimit prej moshës 50 vjeçare, kontrollat të jenë më të shpeshta për të pas një zemër më të shëndetshme. Drejtor, çka na pret dhe çfarë do bëni në fakt tani e të tje, jemi stinën e verës, cilat aktivitete do i përmendni, çfarë keni plane, dhe normal pastaj çfarë do bëni që t'i realizoni ato? Thatë se nuk keni kuadër, okej, në rregull, po prisni, do me thënë se specializimi, do me thënë nuk është aq lehtë, duhet vite, kështu me radhë. Po janë ca qera çështje për cilat ndoshta edhe duhet pak më këmbulës të jeni si drejtori një shtëpie të shëndetit që të merrni, apo jo nga ministria, nga qeveria atë që ju takon. Atëherë për tani jemi përqendruar te një pjesë e laboratorit, që për momentin e kemi laboratorin është funksional, por që funksionon me analizat LU1, pra analizat primare. Dhe kam vërejtë se është shumë i nevojshëm për institucionin, po edhe për banorët një laborator me të gjitha kushtet specialistike dhe moderne, duke e pajisur me aparaturat më moderne. Edhe në këtë pikë jam orientuar që edhe në vitin e kaluar, duke pasur edhe kontakte me Ministrin e Shëndetësisë, doktorin Arben Taravarin, dhe kemi pasur një bashkëpunim shumë ngusht me këtë pjesë, dhe mund të them se para një jave kemi pasur një kontakt me një kompani, e cila besoj se nga brenda një periudhë të shkurt, mos themi data sakt, do të na siguroj aparaturat më të reja të laboratorit dhe njëkohësisht do të bëhet një renovim i komplet pjesës së laboratorit, duke i ofruar edhe banorëve të komunës Likovës një laborator cilësor me analizat sakta, që është shumë i nevojshëm. Ku është bashkëpunimi juaj me mjekët e përgjithshëm rreth asaj ane, sepse kemi mjaft ordinanca, do me thënë, private, që mjekësia primare edhe është, më veç edhe një farë lloj, po megjithatë në bashkëpunim me fondin. Sa këta mund t'ju ndihmojnë ose ju mund të koordinoheni për doktor? Po, ka munguar realisht një... A ka bashkëpunim, sepse mendoj se një bashkëpunim nga mjekët familjar, po edhe me ju, pse jo, është shumë e rëndësi me mjekët, qoftë ndihmës shpesh, qoftë kur kemi të bëjmë me vaksinimin e fëmijëve. Sa ju funksiononi dhe bashkëpunoni me kolegët e juaj? Po, bashkëpunimi sigurisht duhet filloj nga, mendoj unë se spari nga ne si institucion, me të gjitha ato ordinancat private. Unë e kam aktivizuar shërbimin e laboratorit, kemi edhe këto broshurat e dorës, duke i ofruar të gjithë klinikave private atë informacionin se ne çfarë mund t'i ofrojmë pacientëve. Kështu që normalisht kemi kërkuar që edhe ato të jenë t'i ofrojmë pacientëve, pra laboratorin tonë si mundësi për t'i bërë analizat e tyre. Bashkëpunimi ka qenë i mirë, do thoja. Jemi
duke parë rezultatet pozitive në këtë pjesë. Sa i përket ftesave, sidomos për gratë, për femrat, mbi 40 vjeç, që duhet bëjnë mamografi edhe eho të gjinjëve. A ju takon juve si shtëpi e shëndetit që ti dërgoni apo mjekëve familjar? Mjekëve familjar kjo i takon, normal ato paraqiten të mjeku familjar për kontrollat rutin, pastaj nga ty vazhdojnë të specialisti direkt. Qash, rastisht mos keni edhe këto. Edhe tani, doktor, edhe ju mund të jepni porosit e fundit, ndoshta ndonjë informacion që doni ta ndani me shikuesit e provitës, ndërkohë që ju pastaj drejtor, çfarë është ajo që me të vërtetë ndoshta doni ta bëni, nuk po mundeni ose edhe ju keni problema, apo jo se megjithatë nesër duhet të leni domethënë diçka mbas, ose nesër ndoshta pas një viti, 2 viti, prap do jeni në studio, do tregoni çfarë keni bërë për këto raste për të cilat edhe ju jeni përgjegjës, sepse jeni drejtor në një shtëpi të shëndetit që duhet t'i ofroni banorëve, qytetarëve, ato shërbime për çka edhe funksionon ky institut i shëndetit publik. E me qenë se jeni menaxher, ju duhet domethënë të dini, të kërkoni atje ku duhet që të kryeni punën e juaj. Ai bie ashtu? Po, mirë, shumë saktë. Doktor? Jeni doktor, ndihmën e shpejtë e keni. Jeni kujdestar, apo jo, ma mërmenja. Jeni ndoshta edhe në ekipet kur jeni bashkë me... Keni shumë qka të porositni? Dashta vetëm të shtoj tek bashkëpunimi që kemi edhe me ambulantat private, me rastet urgjente. Këte kemi bukur mirë bashkëpunimin dhe kemi pasur në shumë raste që kanë qenë raste urgjente, që fillimin e kanë pas tek ambulantat private, pastaj me thirrje bashkëbisedim me mjekët. Kemi dërguar në autoambulancën dhe është kryer shërbimi në mënyrë sa më të mirë. Mesazh? Po, urdhani. Minutat e fundit janë për ju. Mesazhet do të them për gjithë njerëzit, për çdo rast duhet për çdo gjendje të vështirë apo nuk vjen mirë të thirrën në ndihmën e shpejtë dhe mos ta neglizhojnë, të bëjnë analizat të gjakut, të bëjnë kontrolle sa më të shpeshta tek mjekët familjar për një organizëm më të shëndetshëm. Drejtor. Atëherë edhe diçka ta përmendim tek mendoj se duhet një porosi ose një informacion deri tek të gjithë ata persona me aftësi të kufizuar apo te ato që janë me sëmundje kronike dhe që janë të palëvizshëm. Shtëpia e shëndetit i ofron shërbimin e laboratorisë pra në shtëpi. Ekipi i laboratorisë shkojnë dhe në shtëpi e kryejnë këtë shërbim. Këtë duhet ta dinë banorët dhe mund lirisht të kontaktojnë me ekipin e laboratorit. Dhe pjesa tjetër që kemi, mendoj se disa janë të informuar shumica e banorëve, ne si shtëpi shëndeti nga fillimi i këtij viti tani sigurojmë edhe ato vërtetimat e vdekshmërisë për të gjithë ato rastet e tilla që nuk ka qenë ky si shërbim më herët. Edhe tjetra është se ne si shtëpi shëndeti kemi formuar një komision për të gjithë ato motra medicinale të cilët diplomojnë dhe ne në shtëpinë e shëndetit e realizojmë edhe provimin ose e licencës të cilën ato deri tani e kanë siguruar në Kumanov. Tani ne atë shërbim e ofrojmë në shtëpinë e shëndetit Likovra, komisioni për dhënien e provimeve shtetërore. Po, dhe krejt për fund kjo. Do një telashe që keni, doktor? Keni telashe, çdo institucion ka telashet e veta. Telashe sigurisht. E zakonisht punësuarit kërkojnë ndihmë apo jo nga përgjegjësit e institucioneve. Po, normalisht ne po përqendrohemi tash edhe tek renovimi i katit parë. Me të vërtetë janë kushtet në kat parë që ka nevojë për intervenim dhe aty do të përqendrohemi njëherë për njëherë pak më shumë të sigurojmë kushtet njëherë brenda institucionit tonë në aspektin e infrastrukturës brendshme. Ishte kënaqësi që kemë sonte në emision. Shpresoj se më shpesh do shifemi dhe me plane e projekte të realizuar ashtu siç e keni në plan. Faleminderit shumë nga ana juaj. Ishte kënaqësi. Gjithashtu. Ja, fra shikues të nderuar,
ndoqët emisionin e Sontëm Provita, duke ju falemndruar mjekve që ishin këtu prezent sonte. Unë ju falemndroj edhe juve që ishit bashk me ne sonte, shifemi të hënanarshme. Deri atëherë, shikues të nderuar, mirëmbëngjes.